Nëse Allahu kishte vendosur ta bëje Musën pejgamber, nuk kishte njeri në dynjë që mund t'i bëje dëm Musës. Çfarë thot kjo? Nëse Allahu ka vendosur të të bëje mirë ty këtë dynjë, ke puna jote, ke biznesi jote, ke arritjet tuaja, ke suksesi jot, nuk ka njeri në dynjë që mund ta pengojë suksesin tënd. Edhe rrizimin tënd, dhe ngritjen tënde, intelektuale, sociale, ekonomike, shpirtërore, fetare. S'ka këtë haranja, të dini. Besimi dhe mbështetja duhet të jetë pa rezervë ka Allahu. Edhe Allahu këtë neve na bën me dije. Prandaj them, tregimi i Musës alayhis salam, tregimi i Musës nuk është tregim historik, por tregimi i Musës është rast psikologjik që ndodhen brenda neve të gjithëve, që don Allahu përmes këtyre tregimeve të na vetëdijsojë dashur Allah. Kjo çështje vetëdijsimi është. Allahu thotë, jepi le